i kuvendit është i ndarë nga themelimi i qeverisë. Pra, një forme po përdor fjalën pazar, konstituimi i kuvendit nuk duhet tjetë pjesë pazareve, negociatave, bisedimeve për qeveri. Pazari njësë për qeveri, mani. Dhe për këtë, ka thënë që të 120 deputetet, jo veç që duhet votojnë, por duhet jenë prezent aty gjatë konstituimit të kuvendit dhe është obligim i gjithve i barabartë, ndërsa në përcaktimin e kësaj formule ka thënë që propozimi për kryetari takon partisë që dele para, ose fituese, ndërsa nën kryetarët i takojnë i pari pra prafart partisë fituese, ndërsa 2 partitë të tjera nga një nën kryetar. Ne kemi ofruar edhe këtë opsion, për hirës vërtetës, që pasi ata po insistojnë në emrin, ose në propozimin, ose në të drejtën tonë për të propozuar, ne u kemi thënë 2 partive të tjera, LDK-s dhe PDK-s, që të ulemi dhe ta bëjmë një zgjidhje të përbashkët për gjithë kryesinë, sepse kushtetuta është shumë e qartë thotë kryetari dhe nën kryetarët. Pra është kryesia ajo që duhet të zgjedhet në mënyrë që të përfundojë konstituimi i kuvendit të Kosovës. Dhe që i bjen që nëse s'ka prap deal për këtë punë, presidentja është adresa ku po tentohet që të bëhet një zgjidhje. Diçka tjetër që më ka vrej kohëve të fundit shumë është spekulimet, sfidimet e hapuna për zgjidhje sërish. PDK-ja është ka jep një datë në qershor, ju thoni që nuk i dum zgjedhjet, po nëse shkojmë, nuk është që duhet me ikë, me u frigu. Problemi është që edhe për me shku në zgjedhje duhet mu konstituu kuvendit. Ishi dashtë mu marrë vesh për me konstituu që ma nej me shpërnda me njëherë. Diçka që s'po më do këtë fort e arritshme anashta është. Ajo çfarë po themi ne, përveç asaj që zgjedhjet natyrisht nëse mbeten si opsioni i fundit, duhet ta bëjmë edhe atë rrugtim. Mirë po, ne nuk jemi për zgjedhje si opsioni i parë. Ne duhet të sigurohemi që lëvizin afatet kushtetuese. Dhe këto afati i parë kushtetues që lëviz pas konstituimit të kuvendit, është ai mandatarit. Është 2 javë i parë i fituesit të zgjedhjeve, pastaj është e drejta e presidentes për t'i dhënë sërish të parit ose dikujt tjetër. Pra, në momentin që konstituohet kuvendi, fillojnë afatet, nëse brenda atyre afateve nuk kemi qeveri, atëherë detyrimisht do të shkojmë në zgjedhje. Mirë po, fillimisht duhet ta bëjmë konstituimin e kuvendit dhe nesër është edhe një mundësi për partitë tash kushtimisht opozite, sepse për momentin aty të gjithë janë të barabartë, janë deputet, 120, për ta zhblloku këtë situatë dhe për të ecur tutje. Kur po thoni qeveria është ekzekutiv dhe ekzekuton punë dhe ekzekuton buxhet, kohëve të fundit s'paku në Prishtinë ma shumë në fokus janë bllokadat se sa ekzekutimet. Është bloku një pjesë e qendrës për shkak të një ping-pongu politika juridik nërmjet juve dhe përparim Ramës. Nga ana jonë, vetëm politik nuk po bëhet me këto çështje, sepse mënyra se si vepron mekanizmi i trashëgimisë kulturore, ku përfshihet një numër i madh institucioneve, nga qendra rajonale e trashëgimisë në Prishtinë,